Mirë se erdhët të dashur miq në Reze Dielli. Sot do të trajtojmë një nga temat të cilat ka shumë interes në fakt tek prindrit e rinj për lidhjen që ka vaksina e kundër fruthit me autizmin. Një temë që në fakt e ndan opinionin publik. Nga një ranë kemi shkencën e cila ka këmbgulur prej vitesh që nuk ka asnjë lidhje mes vaksinës së fruthit dhe autizmit, dhe nga ana tjetër kemi prindër eksperiencat të ndryshme, jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë, të cilët e lidhin ndryshimin e sjelljes së fëmijëve të tyre me vaksinën e sapo bërë të fruthit. Pra, ka prindër që kanë thënë fëmia im ndryshoi pas vaksinës, direkt pas vaksinës, nuk po flet më, ka sjellje tjetër, dhe pikë pyetja, frika, është pikërisht ajo që ne konsiderojmë të gjithë, a është kjo thjesht një rastësi apo është diçka që plotësisht ende nuk është kuptuar ashtu siç duhet. Po pikërisht pse vazhdon të ekzistojë ky dyshim dhe pse informacionet janë të jashtëzakonshme. Informacioni është më i aksesueshëm se kur, por ende frika është dhe ekziston tek prindrit. Sa më shumë ata lexojnë në internet, aq më shumë friksohen nga eksperiencat e njëri tjetrit. Dhe ndodh që ata e shtyjnë këtë vaksinë, ose nuk e kanë bërë fare, por do të shohim se si është gjendja në vendin tonë. Do t'ju prezantoj me pediatrin Anisa Potka. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi këtu për të folur nga eksperienca juaj, se si është kjo qasja e prindërve ndaj kësaj frike, ndaj këtyre dyshimeve, ndaj debateve, reagimeve, prindi dëgjon prindin, por rastet e autizmit nga një ranë janë rritur, shkenca nga ana tjetër që na tregon që jo, nuk ka asnjë lidhje me këtë debat, por ajo që ndezi më tepër këto dyshime ishte një deklarat, në fakt, një viti më parë, nga një zyrtar i lartë i shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Robert Kennedy, i cili ka qenë në fakt gjithmonë skeptik ndaj vaksinave, edhe ndaj vaksinave të Covidit, por edhe të vaksinës së fruthit, i cili ishte i pari që tha që pikërisht kjo vaksinë sjell autizmin për shkak të një përbërësi me radhë me radhë. Tani më thuaj pak, në eksperiencën tënde, si e kemi gjendjen në vendin tonë? Atëherë ajo që shikoj unë dhe konstatoj nga rastet që paraqiten në urgjencë, është rritur shumë dyshimi dhe prindrit janë shumë skeptik në aplikimin e kësaj vaksine, duke u bazuar në ato që dëgjojnë dhe lexojnë internet, në intervistat të nënave, dhe janë friksuar shumë. Prindër të ndryshëm që i pyes më thonë që jo, nuk i kemi vaksinuar, një pjesë e mirë e shtyn, i vaksinojnë më vonë, por unë mund të them që nuk ka asnjë argument shkencor, nuk ka asnjë studim që pranon lidhjen e vaksinës me autizmin. Domethënë ta quajnë atë si shkaktare të autizmit. Kam qenë në konferencë së fundmi në New York, kam qenë në Kongresin Europediatrik, në konferenca të ndryshme pediatrike në për Europë, dhe nuk kam dëgjuar asnjë profesor, asnjë doktor të thotë që autizmi shkaktohet nga vaksina. Kështu që prindrit të mos friksohen për t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, të ndjekin rregullisht kalendarin e vaksinave dhe të mos shmangin asnjë vaksinë, sepse është shumë e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Ndërkohë, këto dyshime, pra kjo frikë që është ngjallur, ka ardhur pikërisht nga eksperienca të prindërve të cilat ndoshta kanë qenë të rastësishme me aplikimin e vaksinës dhe më pas me ndryshimin e sjelljes apo mos reagimin, sepse ka plot raste të prindërve që kanë deklaruar që fëmia ka qenë deri në 1 vjeç shumë aktiv, shumë mirë, ka filluar të flasi dhe menjëherë pasi ka bërë vaksinën e fruthit, ky proces është ndaluar. Është kjo rastësi apo është koncidon fillimi shfaqja e shenjave të autizmit pas moshës 1 vjeç me aplikimin e vaksinës. Duke qenë se është një koincidencë e tyre, atëherë shumë prindër e lidhin me vaksinën. Nuk është shkaku vaksina, po e them edhe një herë, nuk ka asnjë studim, asnjë argument shkencor që të vërtetoj këtë gjë. Për sa kohë që ne nuk e kemi të vërtetuar, nuk themi dot që vaksina është shkaku i autizmit. Vit pas viti, pra në periudha të ndryshme, po që përkojnë, domethënë shenjat përkojnë pikërisht në këtë periudhë. Në këtë periudhë, pavarësisht se shenjat e para fillojnë që 6 muajsh ose që në momentet e para kur ne komunikojmë. Fëmia nuk ka përqendrim,
Është e vërtet që në fillim që 6 muajsh mund të duket kjo gjë, por pas një viti ato fillojnë të shfaqen ndjeshëm, dukshëm dhe nënat e lidhin me vaksinën. Le të shohim, kemi bërë një përmbledhje në fakt të anës së shkencës, pra të studimeve që janë bërë deri më tani në mënyrë përmbledhtazi të lidhjes apo të moslidhjes apo të dyshimeve që ka në lidhje me vaksinën e fruthit, studimet që kanë ardhur deri në vitet e fundit, i kemi përmbledhur në një zerë, të rikthehemi dhe më pas në diskutim do të flasim për familjet shqiptare, për prindit shqiptar, si reagojnë ata dhe në çfarë fazë jemi. Okej, në rregull. Ekziston një debat i gjatë publik mbi lidhjen e mundshme midis vaksinave dhe autizmit. Ky debat nisi pas një studimi të vitit 1998, i cili më vonë u deskredituar dhe u toroq për shkak të problemeve serioze, të metodologjisë dhe konflikteve të interesit, që atëherë janë kryer studime të mëdha dhe të mirë dizenjuara shkencore. Për shembull, një studim i vitit 2002 që përfshiu mbi 500.000 fëmijë në Danimark nuk gjeti asnjë lidhje midis vaksinës së fruthit dhe autizmit. Një tjetër studim i vitit 2019 me mbi 650.000 fëmijë arriti në të njëjtin përfundim, duke mos gjetur rritje të rrezikut për autizmin edhe tek fëmijët me predispozitë familjare. Gjithashtu, një meta-analizë e vitit 2014 që analizoi të dhënat e mbi 1.2 milion fëmijëve doli në përfundimin se vaksinat, përfshirë edhe ato të fruthit, nuk janë të lidhura me autizmin. Organizata Botërore e Shëndetësisë, pas rishikimit të shumë studimeve deri në vitin 2025, ka deklaruar se nuk ka prova për një lidhje shkak-pasojë midis vaksinave dhe autizmit. Në përfundim, konsensusi shkencor aktual është i qartë: vaksinat e fruthit nuk shkaktojnë autizëm. Mirë po, vetëm një vit më parë, pra në verën e 2025-ës, bota sërish tronditet nga një deklarat e një zyrtari të lartë të shëndetësisë në administratën Trump, pikërisht Robert Kennedy, i cili ka përmendur që pikërisht vaksinat e fruthit shkaktojnë autizëm për shkak të një përbërësi që quhet thimerosal, një substancë që përmban mërkur dhe që është pjesë në përbërjen e vaksinave. Atëherë, siç u tha edhe nga inserti, përsa kohë që nuk kemi studime të mirëfillta që tregojnë këtë gjë, nuk mund të themi që shkaku është vaksina, pavarësisht deklaratave të mundshme, sepse ne duhet të bazohemi në argumente shkencore, ne duhet të bazohemi në studime, në të dhëna konkrete për ta thënë këtë gjë dhe për të dalë në një konkluzion përfundimtar. Përderisa nuk i kemi këto, nuk mund të shprehemi, sidomos në mjekët, të themi që nuk ngrit, ishte pikërisht ky përbërësi, përmendet në deklaratën e tij që ka dalë në intervistat të ndryshme dhe i ndoqa disa prej tyre faktikisht me Mark Hume, një tjetër specialist, doktoroz, apo në shumë debate televizive në Amerikë, ku ishte përmendur pikërisht thimerosali, kjo substanca që përmban mërkur dhe lind me njëra ajo frika dhe prindit kur dëgjojnë fjalën mërkur e lidhin me ato frikën që ngjall dhe shkakton autizmin. Prindrit nuk po kanë atë frikën të ta bëjnë këtë vaksinë dhe nuk po i vaksinojnë me fëmijët. Por kjo ka shkaktuar shfaqjen dhe rikthimin e fruthit në Shqipëri. Kemi patur raste në urgjencë dhe mund të bëhet një problem shumë i madh nëse këto raste shtohen, rriten, sepse fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitse, transmetohet lehtë dhe kështu që unë dua të ndërgjegjësoj prindrit të vaksinojnë fëmijët e tyre dhe të mos e kenë këtë frikën e autizmit. Në vitet e fundit kemi një rritje, siç e përmendët dhe ju, të frutit. Dhe kjo për shkak të mos aplikimit ose të shtyrjes, sepse disa prindër jo thjesht nuk e kanë aplikuar, nuk e kanë bërë vaksinën fëmijëve, por thjesht e kanë shtyrë për shkak të këtyre frikrave, jo të flasi dhe pak, jo të reagoj dhe më shumë. Është normale, madje kemi disa pyetje. Me kamerën tonë kemi pyetur dhe prindrit se si kanë vepruar ata me fëmijët në krah, kur ja kanë bërë vaksinat, a kanë frikë apo jo, e të tjera se këto e ndjekim. Si gjyshër, si prindër, jeni të shqetësuar për procesin e vaksinimit tek fëmijët, sidomos kjo vaksina e fruthit, si e menaxhoni situatën, sepse ka shumë që thonë që janë kundër, ju jeni pro vaksinimit? Ne pro jemi, po vetëm të jenë të sakta që të bëjnë veprimin e duhur që mos japin efekteve negative gjëra. Fëmijat i duan si që kemi bërë neve, edhe ne kur kemi qenë të rritur i kemi bërë tëra. Ja keni bërë mbesës vaksinën e frutit? Po. Edhe duhet të jenë të kontrollueshme. Pse keni zgjedhur mos t'ja bëni? Keni frikë? Po,
fjalë ka, ja kanë bërë, se kam të gocës të. Keni informacione rreth vaksinimit, jeni pro apo kundër, sepse shumë diskutohet fruti? Përderisa ne për fëmijët tonë i kemi vaksinuar që me kohë, edhe për një për mbesa, do me thënë, nuk kemi se jemi kundra. Përshëndetje, t'ju bëj një pyetje për vaksinimin e fëmijëve. Ja keni bërë vaksinën vajzës? Po, ketë. Ja, ku i kemi ne, të dy, i kemi vaksinuar, në kohën e duhur. Edhe frusin, besoj. Patjetër, një vjet që gjysmë bëhet ajo, patjetër. Çfarë mendimi keni për vaksinimin? Ka shumë fjalë, thuan shumë gjëra, keni pasiguri? Me thënë të drejtën jo, preferoj t'ja bëj vaksinën. Unë personalisht djalit tim ja kam bërë rreth moshës 20 muajsh, duke menduar se duhet t'ja shtyja pak për ta përballuar më mirë, duhet t'ja shtyja edhe për shkak të atyre që lexoja në internet, dhe ja kam shtyr deri në 20 muajsh. Pasi ja kam bërë 20 muajsh, nuk ka pasur asnjë lloj efekti negativ, por dohet të pyesja, a ndikon kjo shtyrja në efektivitetin apo sigurinë e vaksinës? Ka ndonjë të mirë apo të keqe shtyrja e vaksinës? Dhe a është e vërtetë që sa më shumë të rritet fëmia, aq më mirë përballon vaksinën, apo rekomandohet që të bëhet fiks në moshën 1 vjeç? Këto ishin reagimet e disa prej prindërve dhe gjyshërve. Tani realisht kur duhet bërë kjo vaksinë? Mirë është të bëhet në moshën 1 vjeçare, atëre kur është caktuar në kalendar, por me që kemi këtë frikën e madhe të prindërve, po tolerojmë edhe 2-3 muaj ose 4 muaj më vonë, nuk është problemi madh dhe në qoftë se aplikohet diku te 4 muaj ose dhe 5 muaj, po themi më vonë. Rëndësi ka që të bëhet vaksina, sepse ajo që më shqetëson mua është që nuk e bëjnë fare. Nuk ka probleme dhe nëse shtyhet, duke qenë se ne nuk e ndryshojmë dot gjithë këtë dyshime dhe këtë frikë që është instaluar në popullat, atëre nuk ka problem. Efekti është i njëjtë, sepse meraku i prindit të fundit ishte efektshmëria që ka vaksina nëse shtyhet, pra në 20 muaj. Efekti është i njëjtë, jo, pa problem. Kështu që mund të bëj edhe një shtyrie e vogël, jo dhe shumë, domethënë se 20 muaj më duket pak shumë, po them diku te 3-4 muaj ose edhe 5 mund të bëhet. A ka përbërës të tjerë çdo lloj vaksine që aplikohet tek fëmijët që mund të jenë të dëmshme? Atëre kalendari vaksinave ka ekzistuar qysh herët, do me thënë, le të themi, për një kohët shumë të gjatë, kështu që ne nuk mund të themi që tani në kohët e fundit vaksinat dolen me probleme, sepse ajo që ndryshon kohët e moderne është që autizmi është ka filluar të diagnostikohet më shumë. Dhe ka këto raste të shtuara në popullat. Po janë paraqitur më shumë si raste, se më përpara nuk pranohesh nga prindrit. Nuk vihej në dukje, tani janë shtuar raste sepse dhe metodat e diagnozës janë më të sofistikuara, kështu që ka filluar të trajtohet edhe më shumë si temë. Por që me vaksinën drejt për drejt, unë e them dhe njerë, nuk mund të themi që ka lidhje dhe prindrit nuk duhet jenë kaq të fiksuar apo dhe skeptik për aplikimin e saj. Cili është kalendari i vaksinave që çdo prind duhet të ketë parasysh, atë patjetër që e njofton pediatra ku ndiqet apo kalendari i vaksinave bëhet në qendrat shëndetësore. Janë hequr, janë paksuar disa me ndër vite, me kalimin e viteve? Ndër vite është shtuar dhe vaksina e rotavirusit që ndalon infeksionet gastrointestinale. Mendohet të shtohet edhe vaksina kundër RSV-s, duke qenë se në dimër kemi patur raste shumë të vështira nga ky virus, edhe virusi gripit është mirë të aplikohet tek fëmijët, sepse dimrin që kaloi nga influenza, sidomos ajo tipit B, rastet ishin shumë të vështira me një temperaturë të zgjatur që kërkuan hospitalizim. Edhe mirë do ishte që fëmijët të vaksinohen dhe të rritin imunitetin dhe të mbrohen nga këto sëmundje. E kuptova. Tani, në lidhje me vaksinën e frutit për cilën ne po diskutojmë, fruti është shtuar, shenjat e para të ti do të na i shpjegosh pak se cilat janë, duke qenë se lidhet pikërisht me shtyrjen apo me mos aplikimin e vaksinës. Pra, prindrit ja kanë shtyrë, ndërkohë fruti ka qenë në qarkullim dhe i ka prekur fëmijët dhe numrat statistikat janë përmendur vit pas viti, gjithmonë në rritje për shkak të këtyre faktorëve. Vetë aplikimi i vaksinës ka ndonjë efekt anësor? Pra nga dita e parë që ajo aplikohet, kam dëgjuar që pas 10 ditësh mund të jetë një temperaturë lehtë, e cila zgjat 2-3 ditë, mund të ketë dhe një rash të lehtë,
Përgjithsisht gjendja e fëmijës është e mirë, nuk ka probleme, komplikacione të rënda. Siç mund të japin vaksinat e tjera që janë aplikuar, që kanë temperaturë më të lartë, në që shfaqen pas 3 ditëve, po ato mund të komplikohen me temperaturë më të lartë, po që fruthi jo. Në ç'kushte, në gjendje duhet të jetë fëmia për t'i bërë këtë vaksinë? Sepse është shumë e rëndësishme gjendja shëndetësore para aplikimit të një virusi. Duhet të jetë një gjendje e mirë, e stabilizuar, pa virozë. Nëse është fëmia në gjendje virale, mirë është të mos aplikohet si vaksinë, të shtyhet. Do të thënë ne këtë nuk e themi vetëm për vaksinat e fruthit, por për çdo vaksinë tjetër. Është e rëndësishme gjendja e momentit, bëhet vizita te mjeku i familjes. Nëse fëmia është në gjendje të mirë, atëherë aplikohet dhe vaksina. Frika tjetër që prindrit kanë është që sa të filloj të thot disa fjalë fëmia. Kjo ka ndonjë lidhje të vërtet logjike ose me atë frikën, çfarë mesazhi ke për këta prindër? Ja se po ja shty, jo për shkak të gjendjes virale që mund të ketë fëmia, po ja se s'ka thënë atë fjalën e parë, ja të jetë pak më i shkathët, ja të thotë edhe një fjalë tjetër dhe prandaj fillojmë edhe e shtym. Sepse kanë merak që sikur e stopon vaksina ato të folurën apo e shtyn më tej. Kjo është thjesht rastësi apo? Është rastësi, përkohëm tash me shfaqjen e shenjave të autizmit, po nuk ka lidhje me vaksinën. Nuk është vaksina ajo që jep vonesën në të folur apo autizmin vet. Kështu që ndryshe do të ishin të gjithë fëmijët. Do ishin gjithë fëmijët sepse do kishte shumë fëmijë. Atëherë ne nuk mund ta themi këtë gjë. Ne duhet të fokusohemi, ndoshta është një shkak tjetër që duhet zbuluar. Po. A studiuar mjaftueshëm për këtë çështje? Anisa, a është studiuar mjaftueshëm, a është dhënë tek popullata informacioni i duhur për ta qetësuar prindin që kjo vaksinë të bëhet? Mendoj se duhet bërë akoma më shumë. Duhen bërë disa studime konkrete që të japim njëherë mirëfund kësaj dileme dhe të kuptojmë realisht vërtet se çfarë shkakton autizmin, sepse realisht është një çrregullim që nënat e vuajnë shumë. Unë kam mikesha të mia që kanë fëmijë dhe jam munduar t'i ndihmoj me sa ka mundësi, ato e vuajnë shumë dhe realisht është për t'u shqetësuar dhe do ishte shumë mirë sikur të kishim një përgjigje edhe për ne mjekët vet, një përgjigje konkrete si për prindrit, por dhe për ne mjekët. Po, si shkaktohet dhe çfarë duhet bërë. Një përgjigje konkrete, një studim i mirëfillt, pse jo do ishte shumë i nevojshëm. Por nga ana tjetër, çfarë ndodh nëse nuk i vaksinojmë fëmijët? Efektet, pasojat që kanë sëmundjet njëra pas tjetrës për cilat vaksinohemi. Atëherë, nëse ne nuk i vaksinojmë fëmijët, i vetëm nga fruthi, po edhe nga vaksinat e tjera. Do na rikthehen shumë sëmundje që janë zhdukur. Po prek këtu fruthin, fruthi është një sëmundje virale shumë ngjitse që mund të komplikohet me pneumoni, me otit media akute, mund të komplikohet me encefalit me prekje të trurit, mund t'jap dëme të parikuperueshme dhe mund të çojë edhe në raste fatale nëse komplikohet rënd. Një pjesë e mirë e fëmijëve kërkojnë që të hospitalizohen, duhet të izolohen dhe nëse rastet rriten shumë, ne nuk kemi dhe ku të izolojmë sepse dhomat e izolimit janë në numër të pakët. Nëse i lëmë të pa izoluar, ato bëhen shkak për të transmetuar virusin në fëmijë të tjerë. Po. Okej, tani besoj nënat që na kanë ndjekur ndoshta mund të jenë qetësuar sadopak, por që gjithmonë konsultohuni, lexoni informacione të drejta dhe kjo googlimi për shembull ndonjëherë të shton më shumë frikën për aplikimin e vaksinës. Kalojmë çik te virozat, si është gjendja? Si shumë viroza ka, si shumë fëmijë të prekur, a ka një imunitet më të rënd, mendoj apo këto virozat kanë qenë kanë ekzistuar? Në këtë periudhë të vitit, në fakt fund pranver, fillim ver, ajo që konstatoj unë nga rastet që paraqiten në urgjencë, ka filluar të predominojnë infeksionet virale të traktit gastrointestinal. Në fakt, fëmijë që paraqiten me të vjella, me bark, me dhimbje barku, të lodhur, me temperaturë, të dehidruar. Nuk kanë munguar dhe rastet e infeksioneve virale të rrugëve të sipër me respiratore dhe të poshtme.
të cilat kanë qenë më të pakta në numër, krahasuar me dimrin gjithmonë, me sezonin e dimrit. Kemi patur dhe rastet e alergjive, edhe astma bronkiale në krizë, që i kemi menaxhuar në urgjencë, A më duket mua apo këto virozat janë bërë më agresive, apo është thjesht është dobësuar sistemi imunitar i fëmijëve tanë? Për shumë faktorë që lidhen me këtë. Sigurisht që nuk mund të mohojmë edhe periudhën e Covidit që kaluam, i cili ndikoi dhe në sistemin imunitar, do me thonë nuk mund ta mohojmë këtë pjesë. Virozat janë shtuar shumë sepse ka ndryshuar dhe stili jetesës. Fëmijët tashmë nuk dalin të lozin jashtë në ambiente të hapura, po më shumë rinë brenda. Ushqimi gjithashtu kanë tendencën të ushqehen me fast food. Mirë do ishte të ushqeheshin me gatimet e nënës të freskëta, të kontrolluara. Kështu që këto janë disa faktorë që kanë ndikuar shumë në rritjen e virozave. A është e vërtet që fëmijët që sëmuren shpesh forcohen, se kështu na e kanë thënë, ose do fitoj imunitet dhe kur të rritet nuk do sëmuret shpesh? Po, është e vërtet, kjo është shumë e vërtet, sepse fëmija me kalimin e viteve, duke u përballur me viruset, krijon imunitet dhe e forcon imunitetin për të përballur më mirë me viruset në vazhdim. Si të dallojmë pra një viroz nga një infeksion bakterial? Atëherë virozat zakonisht janë situata ku zjatin rreth 3 ditë, fëmija është i lodhur me një temperaturë febrile, subfebrile, diku te 38,5, është një gjendje e përgjithshme, jo shumë e rëndë, do me thënë është aktiv, pavarësisht se mund të jetë me ruf, me koll, është aktiv, ndërsa kur komplikohet pastaj me infeksione bakteriale, aty temperatura mund të bëhet shumë e lartë, rezistente, fëmija mund të jetë i përgjumur, shumë i lodhur, në këto raste duhet të paraqitet patjetër te mjeku specialist, kur ka vështirësi në frymarrje, nuk ushqehet mirë, sidomos tek grup mosha 0-3 muajsh, dhe në këto grup mosha duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse është një grup moshë delikate, nëse kanë temperaturë nuk ushqehen, duhet paraqiten patjetër te mjeku specialist apo dhe te ne në urgjencë. Në rastet kur kanë shumë të vjella, nuk ndalojnë të vjellat, në rastet e diareve me gjak, këtu për shembull, dhe këtu jemi në infeksione bakteriale që duhen trajtuar patjetër. Që trajtohen me antibiotik. Me antibiotik, po. Në vendin tonë abuzohet shumë me antibiotik nga ana e mjekëve pediatër? Ka një abuzim të lehtë të themi, po, kjo është e vërtetë, se duhet presim atë 3 ditëshin, por gjithmonë në këto 3 ditë fëmija duhet jetë i monitoruar nga vetë prindrit në shtëpi për pjesën e temperaturës dhe gjendjes së përgjithshme, por dhe me një ndjekje të vazhdueshme nga mjeku pediatër i familjes. Se ka prindër që shkojnë farmaci dhe marrin një antibiotik atë që kanë përdorur në herë kaluar, se ai bëri efekt dhe vazhdojnë me të njëjtën, ose ai antibiotik i bëri efekt fëmijës të shoqës apo të kushërirës e me radhë, por në lidhje edhe me temperaturën. Për shembull, në cilën temperaturë duhet të ndryjmë? Kur duhet t'i japim paracetamol fëmijës? Paracetamolin zakonisht e japin në temperaturë mbi 38. Nëse fëmija nuk reagon, do me thënë nuk kemi ullje, rritet temperatura, bëhet rezistente, aty mund të paraqitemi patjetër te specialisti, mirë është të alternohet paracetamoli me ibuprofenin, dhe të pritet 2-3 ditë si do ecë si gjendja për të... Pa marrë antibiotik, sepse imuniteti do pësohet nga përdorimi i shpeshtit e antibiotikve. Antibiotiku nuk vepron infeksionet virale, kështu që... E dëmton trupin. Përveç rritjes së rezistencës dhe dëmtimeve efekteve anësore të antibiotikut, nuk përfitojmë gjë tjetër. Qartë. Faleminderit, doktore Shanisa, punë të mbarë, ne do të shkojmë në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në Rezën tonë.